Mediat në Kosovë kanë zbardhur formularët e deklarimit të pasurive që politikanët kryesorë të vendit kanë bërë në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, bashkë me bashkëshortin e saj kanë paraqiten një numër të konsiderueshëm të pasurive të patunshme dhe të ardhurave financiare. Sipas deklarimit të çiftit zotëron një banesë me vlerë 59.000 euro, një shtëpi 170.000 euro, një sipërfaqe toke 35.000 euro, një garazh si dhe 2 prona të tjera në Australi, njëra që vlen 190.000 euro dhe tjetra 510.000 euro. Presidentja ka deklaruar gjithashtu një vetuar në pronësi të bashkëshortit me vlerë 10.000 euro si dhe 2 kredi aktive. Lidhur në pronën në Australi, ajo ka sqaruar se financimi për ta blerë ka ardhur nga burime të ndryshme. Shitja e një shtëpie më të hershme në Australi, që ishte në pronësi të bashkëshortit, trashëgimia nga prindërit e tij, kursime familjare dhe ndihmë financiare nga të afërmit. Të ardhurat neto vjetore të presidentes ka më shumë prej 33.000 eurosh, ndërsa nga dietat për udhëtime zyrtare jashtë vendit, ajo ka përfituar mbi 11.500 euro. Ndërkaq, bashkëshorti i saj ka deklaruar të ardhurat vjetore prej 11.000 eurosh dhe 12.500 euro nga shiraja e shtëpisë në Australi, si dhe mbi 19.000 euro të fituara nga një vendim gjyqësor në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ndërkaq, kryeministri në detyrë Albin Kurti i ka shtuar 250 euro në kursimet e tij krahasuar me një vit më parë, sipas deklarimit të pasurisë, të cilin e ka bërë pranë Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit. Kurti ka deklaruar 1.800 euro kursime nga paga, ndërsa në deklarimin e kaluar ka pasur 1.550 euro. Sipas deklarimit, Kurti ka pasur të ardhura vjetore 20.278.12 euro nga paga neto si kryeministër. Kurti s'ka deklaruar të ketë përfituar nga dieta nga udhëtimet zyrtare jashtë vendit. Në formularin e pasurisë, Kurti ka shënuar se nuk ka asnjë lloj të ardhure tjetër përpos pagës si kryeministër. Te pronat e paluajtshme, ai ka deklaruar banesën 67 metra katror në emër të bashkëshortes. Sipas tij, vlera e kësaj prone është 400.000 euro që sipas deklarimit është marrë me kredi që zgjat deri në 2052-shin. Banesa është blerë në vitin 2018. Paga neto e bashkëshortes së tij e deklaruar është 44.100 euro, e punësuar në Nupi në Norvegji. Ai ka deklaruar detyrime me vlerë 250 euro për shëran e banesës dhe 170.000 euro të mbetura për të paguar blerjen e apartamentit në emër të bashkëshortes.